Ekipi Kuksi duket se po ecën drejt një dimri të ftohtë, jo vetëm meteorologjik, por edhe sportiv. Pas më shumë se një dekade në elitën e futbollit shqiptar dhe me kujtime të freskëta nga titulli kampion, sot ekipi verlindor gjendet më i brish se kurrë. I fundit në renditje të kategorisë së parë me vetëm 5 pikë pas 12 javësh dhe një seri humbjesh që ka paralizuar çdo shpresë. Sikur ky realitet të mos ishte mjaftueshëm i rënd, kriza ka goditur edhe drejtimin teknik. Bledar Devolli, trajneri i afruar me urgjencë për të rimëkëmbur skuadrën pas largimit të Sedat Parazitit në tetor, ka dhënë dorëheqjen. Sipas burimeve pranë klubit, Devolli është larguar për shkak të rezultateve të dobta dhe pamundësisë për të ndryshuar trendin negativ që ka pushtuar ekipin. Humbja 12-0 ndaj Apollonis në Fier e katërta radhazi duket se ka qenë pika e fundit në Kukës, ku kujtohet ende atmosfera elektrizuese e ndeshjeve europiane. Tani bie heshtja e rëndë e zhgënjimit. Tifozët flasin për një klub që për vitesh ka humbur busullën, ndërsa lojtarët duken të lodhur, shpesh pa ide dhe pa identitet në fushë. Dorëheqja e Devollit nuk është thjesht një akt teknik, ajo është një simbol i një sezoni që po shkon drejt katastrofës sportive. Rënja në kategorinë e dytë, dikur e pa imagjinueshme, sot është skenari më realist në horizont.